nga të tjerë. Unë jam në emisionin tëndë. Në qoftë se më thua ti, tani lajrë do kalojmë në reklama, unë daloj. Me vërtet. Atere, këta janë në vendin e vetë që qeverisin. Shtrohet pyetja. Dhe në qoftë se sponsorizohen nga dikush, ashtu si shpërmende sponsorët dhe i falenderoj dhe unë, sidomos këtë ujnë Sibora, se është emër shumë i bukur Sibora. 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 E bukur shumë, Sibora. Ti e thua, këta janë sponsorët që mbajnë gjallë emisionin. Politikanët, para se të ngrihen parlament, edhe nxjerrin atë letrën me ato fjalimet që ja ka shkruar tjetër kush. Pse si thot? Pse nuk thonë, falenderoj sponsorin filan, falenderoj sponsorin filan, dhe sponsorin filan dhe tani u po flas. Falenderoj Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara. Nuk e di, këdo. La hertin që shet domatet e cepi rrugës, se më dhanë 100.000 euro për t'i dhënë një leje ndërtimi. Sa drinë që shet mish, se më dha tenderin. Të gjitha këto. Ja të pim pak Sibora. Pse, jo, vërtet më buri dhe, më fal. Diqo, ore, shiko. Unë me rogën time të rjetën, nuk kam arritur të bëj vila me pishina, të kem nga këto makinat 50.000, 100, 200.000 euro. është rroga ime, unë buri dhe, të kaq. Këta ku i gjejnë? Mo linë pyetja, ku i gjejnë? Pa në dhe ka 2 vila i kanë, s'kanë më shumë. 2. Shpijen 3. Hajde edhe njën, ka të 4. Edhe ka një 4 banesa në Prishtinë, nuk o shumë. 8. Ja 3 në plazh që si di ti. 11. Ka pak, një Shenzhen. Po, 12. Malirja në Shenzhen. Velepuj, Malirë. Sepse ne i duam shumë Gjermanët për disiplinën e tyre, për gjitha. Angela Merkel, që ishte gruaja më e fortë në Europë, hyrin politik, dhe doli nga politika dhe parë jeton në një apartament 80 metra katror. Pse nuk vjedhin Gjermanët, sinqerisht? Pra, dhe këtu vim pastaj të pyetja e Relindasve, a do bëhet Shqipëria? Shqiptaria, do më thënë. Si të bëhet Shqiptaria? Duhet t'i vi radha të gjithve për të vjedhur. Do më thënë, dë një ti sa dri 4 vjetë, vodhe! Po i ko për të vjedh dhe unë 4 vjetë tani. Shka lezet kjo muhabet. Pas gjithë tyre vim të konga i Libokës, do të bëhet Shqipëria si kështë në alena mënet të parët. Po, që e bëra videoklipin unë, po. Dhe më thonë, kur në vjen rani keve me vjedh, bon Shqiptaria. Atere, po. Bravo, Duart Trokitje, është ide për ljotë. Duart Trokitje për ty, se ti e formulove. Do na vit gjithve radha për të vjedhur, do ta bëjmë Shqipërinë. Po derisa s'na ka ardhur radha të gjithve, jo, unë jam në radhë. Qa po pret të vjedh? Po të vjedhe burë, të vjedhe. Pse unë mos vjedh? Po. Jo, e di pse, është një brez në Shqipëri, tek unë dhe mbi mua, ke pasysh, kanë qenë shok gjimnazi. Njëri u fut politikës, tjetëri vazhdoj mjek. Dhe takohen pas 20 vjetësh. Pa i mjeku, ka ato ekonominë e ti në regull. Ky tjetëri vlla nuk di ku ka parat. Në Panama, në të gjitha këto që janë offshore. E kuptoni, thot, si ndodhi mo vlla? Çfarë ndodhi mo buri dhut? Ndërkohë shkon në shtëpi dhe gruaja i thot këtij mjeku turp të vi, se je gomar, se je budalla, ja shoku jot, u treguaj Zoti, vodhi. Amaj nuk e di që ky shok i vet i kalon porë stazon. Pikërisht ai mjeku. Jo, ai nuk e di që një ditë mund ta thresë Spaku. Po Spaku. Spaku. Altin Domani. Spaku mund të thresë Spaku. Spaku, bravo. Prandaj quhet Spaku. Lert, a kalojmë te pyetjet pak më me showbiz. Kalojmë ku duash ti mo. Thash edhe më herët, domethënë po vjen shpesh Kosova, ka diçka tre